E kam notën? E se me la può riassumere meglio. Nëse mund të ma përblindi edhe një herë, thot. Nëse mund t'ja përmbledh edhe një herë pyetjen. Pyetjen pak më të drejtë për drejtë, se nuk e di edhe për kthimin nëse ka kuptuar. Sicuramente. Posso dirlo in italiano? Certo. Perché no? Va bene. Ma Ma questa è una domanda così per curiosità, perché alla fine io dico che di tutto quel che vediamo qui Kjo që shohim këtu në tabela, emerge che del comunque se sidoqoftë c'è un ka një giudizio gjykim pozitiv per il partito për di partin maggioranza e maggiorancës, pra që është në pushtet. e visto che lei Me qenë se ju ha seguito l'Albania keni ndjekur Shqipërinë nelle elezioni precedenti në zgjedhjet e mëparshme, pra fushat pas fushate, të paktën 3-4 zgjedhje, njëra pas tjetrës, vorrei do të fare doja la t'ju domanda bëja një comunque lei pyetje. può non rispondere perché lei Ju mund të mos përgjigjeni sidoqoftë. ma come mai por spiega si perché io vivo in e Italia, shpjegoni, se unë jetoj në Itali, la Meloni dhe era në Itali 3%, Meloni è diventata kishte 3%, 30 più per u cento. bë 30% pra, mori. Cambia secondo, diciamo, Ndryshon sipas il fatto che faktit që quelli che stanno al governo ata që janë në qeveri perdono voti humbin vota e viene l'opposizione dhe pastaj vjen in generale. opozita në përgjithësi. E in Albania Në tra pushtet. 4 Në Shqipëri, volte al pra 4 herë, 4 mandate, 13, që nga 2013 të tashmë, abbiamo una stabilità e kemi anche një una crescita stabilitet, madje edhe një rritje të pozicionit partisë. E quindi la mia domanda Kështu që pyetja comunque ime, questa non è sidoqoftë, una domanda sul nuk është një sondaggio, pyetje që ka të bëjë edhe drejt për drejt me sondazhin. Nëse ju keni një interpretim në lidhje me këtë që thamë. Po, atëherë sipas meje, por është një interpretim im ky, në Europën perëndimore c'è un po' più la ka richiesta di më cambio. shumë kërkesë për ndryshim. Është edhe rregulla e alternimit të pushtetit. Pra, kur për herë të dytë zgjidhet një president i cili Era già presidente. ishte president dhe më përpara, në mandat. Pra, kjo është një risi, po themi, ekziston ideja e ndryshimit të pushtetit, sepse, për shembull, kush banon në Italinë, perëndimore janë gjithmonë pra të pakënaqur dhe politika nuk ka në reputacion të mirë atje. Ndërsa, po të shohim pak rezultatet në Europën lindore, pra në atë që dikur ishte bloku i ish Bashkimit Sovjetik ku bënte pjesë edhe Shqipëria. Pra po të shohim trendin e votës në këto vende, pra në këto vende shpesh është kjo përjerje që të ruhet dhe jo të ndryshohet situata. Pra në një farë mënyrë Shqipëria futet, përfshihet më shumë në këtë blok të lindjes, pra të Europës lindore, se sa në blokun perëndimor, të paktën tani. Si jemi mësuar me demokracinë, po thot Noto, e thënë shumë në mënyrë shumë të prima divulguar. abbiamo avuto rotazioni ogni 8 anni. Dal 1997 1997 deri në 2013 kemi pasur rotacion. ogni 8 Çdo anni. 8 vjet kishim rotacion të paktën deri atëherë. Adesso Por kësaj radhe opozita po themi është ndar pak. Kështu që edhe kjo mund. Okej, kjo ndarje votës opozitës do reflektohet edhe në tabelat e tjera, po ndërfutem pak këtu në këtë diskutim sepse janë 8 tabela, jemi akoma te tabela e dytë, kështu që do na duhet shumë kohë. Shkurt për tabelën që sapo lexuam, se mu që nuk e kanë dëgjuar, në këtë publicitet do doja që në mënyrë pak më intensive dhe ritmike të esim me tabelat e tjera. Po. Për të shkuar duke respektuar secilin